qertë na trajtojnë, nuk guxojmë ne të trajtojmë. Nëse qertë na mashtrojnë, nuk guxojmë ne të mashtrojmë. Nëse qertë lakojnë, nuk guxojmë ne të lakojmë. Nëse qertë janë labil, ne duhet të jemi stabil, për shkak se ne kena punë me Allah. Ju e doni sunetin e pejgamberit Allahut, çfarë bani për sunetin e pejgamberit Allahut? Na tregoni. Frikë moneta ngrit me sunetin e pejgamberit Allahut që kemi hak. Kemi premtim pejgamberit Allahut se ndihma e sunetit të pejgamberit Allahut është e garantuar. Me ne apo pa ne? Ne jemi ata që humbin. Dashamir të sunetit të pejgamberit Allahut i kanë të kapur sunetin e pejgamberit me dhëmball. Dhe asnjësi nuk tolerojnë këtë pikë. Pa marrë parasysh çfarë politike na kalon mbi Sot troja tona në veçantë është rreziku suneti pejgamberit Allahut. Dojnë të çrënjojnë. Dhe pse kam bindje se s'kan mundësi as ta gërvishin. Se ne nuk jemi mbrojtësur në sunet. Ai që e mbron sunetin është Allah. Mi po ne jemi ata që humbim. Fëmijët tanë, dashamirët tanë dhe shoqëria jonë që është humbur. Ata ku gjendesh? Ku është krenaria juaj? Ku janë qëndrimet tuaj? Çka jemi bën kështu në këtë formë, të cilën nuk na ka merr tuaj se as mjekra. Mjekra ka më thonë. E bën mjekër je krenar që je pasues i pejgamberit Allah. Ku kemi punë të mjekrës? Ku kemi? Nëse qertë na trajtojnë, nuk guxojmë ne të trajtojmë. Nëse qertë na mashtrojnë, nuk guxojmë ne të mashtrojmë. Nëse qertë lakojnë, nuk guxojmë ne të lakojmë. Nëse qertë janë labil, ne duhet të jemi stabil, për shkak se ne kena punë me Allah. Mos ka tratu Allah, mos ka zgënjë Allahu ti që i ftofën që ka çu. Mos ka ngrënit Allah. Apo ti e ke pas fejën tonë për njerëzit. Dhe kur i ka i pa njerëzit të kanë zgënjë, i zgënjë edhe ti. Ti ta vetin tonë ke pas për njerëzit. Apo është shejtani si në ka. Allahu është ai Allah. Suneti është ai sunet. Premtimet janë ato premtim. Xheneti është ai xhenet. Për këtë arsye vëllezër të ndersh, le të hap misin dhe të vetisol. Rikthehemi aty ku kemi qenë. Ti mbajmë qëndrimet tona siç i kemi pas. Nëse dëshirojmë që Allahu ta kthejë bereqetin të cilin e ka ngrit nga ne. Për ndryshe, yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Allahu ka thënë për ndryshe ndryshoj një popull e bini tjetër, ato s'kan me qenë si ju.